Përshëndetje dhe mirëseardhjet edhe në videon e radhës. Në këtë video do të shohim së bashku mësimin 22 të nivelit A1 të gjuhës angleze. Ndër të tjera do të ndalemi te këto aspekte. Do të shikojmë përdorimin e shprehjes there is, there are, kur duam të tregojmë që në një ambient të caktuar ndodhet, gjendet, ka një objekt ose disa objekte. Do të flasim pak për hotelet, hotel, dhe përdorimin e parafjalëve in, on dhe under. Le të fillojmë pak me aspektin e parë gramatikor. Tham edhe një herë, përdorimi there is, there are do ta përdorim për të treguar nëse në një ambient të caktuar gjendet, ndodhet ose ka diçka tjetër. Për kufizimin anglisht na thot we use there is or there are, dhe një herë there is për një, there are për disa, to indicate the existence or presence of something, somethings. Pra fjalë për fjalë në shqip do t'i përdorim për të treguar ekzistencën ose prezencën e diçkaje ose disa gjërave. Okay? Për shembull, mund të themi there's, pra shkurtimi there is a TV in my hotel. Pra ka gjendet ndodhet, përdorin këtë doni nga këto tre format në gjuhën shqipe, rëndësishme është që ta kuptojmë se si përdoret në anglisht. Pra një televizor në dhomën në hotelin tim. Me çfarë mund të jetë barabartë? The room has a TV. Është njësoj sikur të themi dhoma ka një televizor. Okay? Atëherë, kujtojmë edhe një herë. Është e rëndësishme të kushtojmë vëmendje aspekteve gramatikore, sidomos nëse kemi dëshirë të vazhdojmë me nivelet edhe më të avancuara. Përse e themi këtë? E përsëris her pas here sepse disa aspekte gramatikore do të përsëriten. Dhe kështu nëse i kemi fiksuar mirë në fillim, do ta kemi më të lehtë pastaj t'i aplikojmë edhe në gjërat e reja që marrim. Një prej tyre është edhe folja be, folja jam, në tre aspektet e saj, is ose are. Okay? Kur përdoret si ndihmës ose gjysmë ndihmëse edhe në aspektet e tjera, siç e kemi edhe këtu there is, there are, do të ndërtohet në të njëjtën mënyrë se si e kemi mësuar se si ndërtohet në formë bazë të saj ose në përdorimin më të thjeshtë të present, të simple present. Çfarë duhet të them me këtë? Për shembull, në formë pozitive ose pohore, do ta kemi mbas there is a TV, ndodhet një televizor, there are 2 beds, ndodhen 2 krevate, there are some books, ndodhen disa libra. Edhe një herë. There is do të shoqërohet nga a, sepse gjithmonë do të tregojmë për një objekt kur përdorim there is. There are mund të shoqërohet nga numri fiks, 2 beds, 2 krevate, ose mund të shoqërohet nga fjalë të cilat tregojnë një numër të pacaktuar, si some books, disa ose pak libra. Në formën negative, mjafton të shtojmë not mbas foljes be. There is not, këtu është e shkurtuar, there isn't a phone, nuk ndodhet një telefon. There aren't any towels, nuk ndodhet asnjë ose ndonjë peshqir, varet pasi si formuloj. Vini re që edhe në negative përsëri tek isn't do përdorim a sepse po vazhdojmë të flasim për një objekt. Kurse në formën negative në shumës, në vend të some do të përdorim any, siç do të përdorim edhe te pyetjet. Pra, there aren't any towels, nuk ka asnjë peshqir. Dhe në pyetje, ju kujtohet edhe një herë, ndërkohë që foljet e tjera në përgjithësi kanë nevojë për ndihmëse për të formuluar pyetjen, folja be do të dali përpara, zakonisht përpara subjektit. Në rastin tonë do të dali përpara fjalës there. Is there a swimming pool? A ndodhet, a ka një pishinë? Dhe përgjigjet gjithmonë ndërtohet nga fjalët të cilat ne kemi përdorur për të bërë pyetjen. Yes, there is, pozitive, përgjigja. No, there isn't. Okay. Edhe në shumës. Are there, vetëm gjë që do shtojmë është any, nuk mund të përdorim a sepse nuk po flasim për një objekt, po flasim për disa. Are there any chairs? A ka ndonjë karrike? A gjendet ndonjë karrike? Yes, there are. No, there aren't. Edhe një herë këtu, na rikujtohen use some and any plus plural nouns. Pra përdor fjalën some dhe any kur kemi emrat në shumës, thamë edhe një herë kryesisht some në formën pozitive dhe any në formën negative dhe pyetse. Okay? Some equal don't say how many. Pra është e barabartë kur ne nuk tregojmë se sa, ose nuk e dim numrin e caktuar, ose për momentin nuk na intereson ta themi thjesht disa ose ca. Le të shohim pak disa objekte të cilat i gjejmë në një hotel. Keni parasysh që shumicën e këtyre objekteve i kemi edhe në ambiente të tjera si në shtëpinë tonë. Atëherë fillojmë me të parën. A bed, një krevat. A pillow,
një jastek, a table, një tavolinë, a lamp, një abazhur, lamp fjalë për fjalë, por kryesisht e përdorim edhe për abazhurin, a remote control, është që në shqip themi pulti, ndoshta në disa zona të Shqipërisë ose të Kosovës mund të përdorim fjalë tjetër, nuk e di sinqerisht. Atëherë, po ta shikoni se si ndërtohet nga fjala remote, që do thot në distancë ose në largësi, dhe nga fjala control, të kontrollosh, pra fjalë për fjalë, të kontrollosh në distancë. Pastaj kemi a suitcase, një valixhe, the floor, dyshemeja, the bathroom, banjua, a bathtub, vaska, ku lahemi, a shower, dushi, a towel, pra a shower një dush, fjalë për fjalë, a towel një peshqir, dhe a toilet një banjo. Vazhdojmë më tej. A swimming pool, një pishin, a spa. Tani edhe në shqip një spa i themi, nuk kemi një fjalë specifike. Besoj se shumica tashmë e keni parasysh, për ata që ndoshta nuk e kanë dëgjuar, i referohet një ambienti ku mund të bëhet masazh ose trajtime të ndryshme estetike. A hot tub. A hot tub është një fjalë për fjalë vask e nxehtë, nëse ta përkthejmë kështu, i referohet një vaske, zakonisht në formën rrethore, por nuk është e thënë patjetër, e cila ka ujë të ngrohtë dhe zakonisht mund të jetë edhe me hidromasazh. Zakonisht e vendosin në një ambient jashtë. Për shembull, disa vende, sidomos në Amerikë, kanë zakon edhe në ato ambiente të cilat mund të jenë goxha të ftohta në dimër, të kenë një hot tub për jashtë me ujë të nxehtë. Pastaj kemi a restaurant, një restorant, a kitchen, një kuzhinë, a gym, një palestër, an elevator ose a lift, të dyja kanë kuptimin ashensor. Elevator preferohet kryesisht nga amerikanët dhe lift preferohet kryesisht nga britanikët. Pastaj kemi a gift shop, fjalë për fjalë dyqan dhuratash, zakonisht përdoret për këto dyqane të cilat kanë suvenire të ndryshme, sidomos i gjejmë në vendet turistike, ku njerëzit mund të blejnë diçka për vete ose diçka për t'ia bërë dhuratë dikujt. A reception, recepcioni, a yard. Tani, bëjmë kujdes pak me fjalën yard. Kemi dy fjalë që zakonisht fjalori në shqipe përkthehen si kopësht, fjala garden dhe yard. Cili është ndryshimi i njërës nga tjetra? Fjala garden i referohemi kryesisht një kopshti të mirëfillt, të mbjellë për shkak të perime, lule, gjëra të ndryshme. Kurse yard, nëse shikoni pak edhe në fotografi, shpresoj që arrit të dallohet nëse keni edhe pak ekran të madh, i referohet pjesës, zakonisht pjesës përpara të shtëpisë, në përgjithësi e cila është mbjellë me atë barin jeshil. Mund të ketë tek tuk në një lule, tek tuk në një pemë, por jo një kopsht i mirëfillt. Dhe në fund kemi shprehen a parking lot, një parkim makinash. Ata që janë duke mësuar versionin britanik, parkimut mund t'i referohen edhe si a car park. Okay? Vazhdojmë më tej. Atëherë të shikojmë bashkëbisedimin ndërmjet një çifti, Kim edhe Matt, të cilët janë duke parë një hotel në një vend ku kanë qef, kanë dëshirë të shkojnë me pushime. E rëndësishme është këtu jo vetëm të shikojmë komunikimin ndërmjet tyre dhe përdorimin ndoshta edhe fjalë shprehje të reja, por sidomos aplikimin e të këtyre aspekteve gramatikore që ne sapo pam në këtë mësim. There is, there are, por edhe fjalë të reja që pam në lidhje me hotelin. Okay? Kemi Kim and Matt. Është Kim që flet e para, është duke i treguar një hotel, thot, this is a good hotel. Pra ky është një hotel i mirë. There are only 3 hotels in the park and people say this is the best. Pra ka ose gjenden vetëm 3 hotele në park, tek ai parku ku duan të shkojnë, dhe njerëzit thonë se ky është më i miri, the best, më i miri. Oh really? Vërtet? Yes, it's very basic. Atëherë, it's very basic, fjalë për fjalë në shqip do thotë shumë bazik ose shumë i thjesht. Do me thënë, kur i referohemi diçka që është basic, do thotë që ka vetëm gjërat më të nevojshme, pra nuk ka gjëra ekstra luksi për shembull. There is electricity, but only for 6 to 10 p.m. Pra ka elektricitet, pra rrymë energjie, por vetëm nga ora 6 deri në orën 10 të darkës. What? Çfarë? Shikojmë që çuditet pak Matt. Only from 6 to 10,
pra vetëm nga 6 deri te 10. Atëherë ndalim 2 sekonda. Shikoni kur duam të tregojmë nga kjo te kjo pikë, pra nga kjo pikë te kjo pikë, do të përdorim shprehjen from pikën fillestare to dhe pikën ku përfundon, le të themi, koha. Yes, there isn't electricity after 10. Po, pra nuk ka rrymë elektrike ose elektricitet mbas orës 10. I don't know. Pra nuk e di, ose më saktë tregon pa siguri, sikur themi nuk jam I sigurt. Vazhdojmë në të djathtë, I tregon diçka tjetër. Look, this is one of the rooms. Shiko, kjo është një nga dhomat. It's nice. Është e lezetshme. There are 2 beds and there's a lamp. Ka 2 krevate dhe një abazhur. Tani Mac pyet, is there a bathroom? A ka një banjo? Yes, there is. There's a shower too. Po, ndodhet gjithashtu një dush. But there isn't a TV in the room. Por nuk ka një televizor në dhomë. That's okay, thot Kim, më fal. Është okay. We can read books. Ne mund të lexojmë libra. Not after 10, thot Matt. Përse? Jo mbas orës 10. Përse çfarë ndodhte mbas orës 10? Nuk kishin më elektricitet. Pra, nuk mund të shikojnë, kjo është ideja. Oh, look. There's a swimming pool. Shiko, thot, ka një pishin ose ndodhet një pishin. That's good, thot Matt. Are there any restaurants? A ka ose ndodhen a gjenden restorante, ndonjë restorant? Yes, there's one. Po, gjendet një ose ndodhet një. So, do you like it? Pra, a të pëlqen? Do të di mendimin e tij. Nuk e dim çfarë ndodhi pse nëse pëlqejnë dhe shkuan ata. Atëherë, në fund le të shikojmë pak përdorimin e parafjalëve in, on dhe under. Tani, në gjuhën angleze kemi goxha parafjalë dhe është një nga aspektet që e bën, le të themi, pak më të vështirë gjuhën, ku studentët kanë një farë vështirësie, por që nuk janë të pamundur. Duke I marrë pak e nga pak që nga nivelet fillestare, arrim pastaj ta ambientohemi me përdorimin e tyre. Në përgjithësi ato I ndajmë për aspektet e kohës dhe të vendeve. Pastaj më vonë do shikojmë edhe në lidhje me lëvizjet nga një ambient në tjetrin, do t'i marrim pak e nga pak, kështu që mos u shqetësoni. Fillimisht le të shohim 3 prej tyre. Okej? Sidomos kur flasim se si gjendet një objekt në lidhje me një objekt tjetër. Kur flasim objekt mund të përdoret edhe për njerëzit, kuptohet, jo vetëm për objektet, por sa për ta bërë pak më të thjeshtë. Tani, in do ta përdorim kur diçka ndodhet brenda diçkaje tjetër. Për shembull, shikojmë te figura e parë ku thot there is a child in the box. Ndodhet një fëmijë në kuti. Okej? Kurse under do ta përdorim kur jemi fizikisht poshtë diçkaje tjetër. There is a man under the boxes. Ndodhet një burr poshtë kutive. Kurse on do ta përdorim kryesisht kur diçka ndodhet mbi sipërfaqen e diçkaje tjetër. Për shembull, there is a foot on the box. Ndodhet një këmbë mbi kutin. Okej? Dhe në videot në vazhdim pastaj do të shikojmë pak nga pak edhe të tjerat. Kaq kishim edhe për këtë mësim. Ju falenderoj për vëmendjen dhe shihemi në videon e radhës.